Kështu që ju lutem përmbajuni kohës tënd. Faleminderit. Faleminderit e nderuar. E nderuar kryetare, të nderuar anëtar të trupit gjykues, duke qëndruar në tërësi kërkesës së paraqitur nga Kryeministri i Republikës së Shqipërisë, parashtrojmë në mënyrë të përmbledhur fillimisht mbi natyrën e kërkesës dhe legjitimimin e Këshillit të Ministrave dhe Kryeministrit në këtë gjykim. GKK dhe SPAK pretendojnë se kjo është një kërkesë që nuk mund të ngrihet, pasi nuk janë shtëruar të gjitha shkallët e gjykimit për masën e sigurimit. Mungon legjitimimi i kërkuesit sepse nuk ka interes personal të Këshillit të Ministrave dhe Kryeministrit. Këshilli i Ministrave dhe Kryeministri nuk janë palë në gjykimin penal të masës së sigurimit dhe nuk mund të ankohen për të. Nuk ka marrëdhënie juridike kushtetuese dhe as konflikt kompetencash. Në përgjigje të këtyre pretendimeve sqarojmë se ky nuk është një ankim kushtetues individual. Kërkimet dhe shkaqet që ngrihen në kërkesë nuk kanë të bëjnë as me nevojën e sigurimit të pandehurit, as me objektin e procedimit penal, as me drejtat themelore të pandehurit në procesin penal. Kërkimet kanë të bëjnë me marrëdhënien ndërmjet 3 pushteteve dhe në thelb të këtyre kërkimeve qëndron pyetja: a ka të drejtë gjykata penale të pezullojë nga detyra një ministër, njësoj siç mund të pezullojë çdo zyrtar tjetër të pushtetit ekzekutiv? Ne vlerësojmë se jo, megjithatë argumentat për këtë përkasin themelit të çështjes. Së pari, për legjitimimin sqarojmë se Këshilli i Ministrave vjen në këtë gjykim si organi të cilit i është pezulluar veprimtaria në njërin prej fushave të përgjegjësisë së tij shtetërore, fusha e infrastrukturës dhe energjisë. GKK, duke pezulluar ministrin nga detyra, ka pezulluar jo vetëm vendimarrjen e ministrit brenda ministrisë përkatëse, por edhe vendimarrjen e Këshillit të Ministrave në atë fushë, sepse tashmë ministri i pezulluar nuk mund të propozojë asnjë projekt akt në kompetencë të tij pranë Këshillit të Ministrave. Prokuroria e posaçme pretendon se projektakte që nuk i propozon dot më ministri, tashmë mund t'i propozojë kryeministri bazuar në 100.2 të kushtetutës. Ky argument nuk qëndron, sepse kryeministri propozon vetëm akte që nuk i përkasin fushës së asnjë ministrie tjetër dhe që janë dhënë atij shprehimisht si detyra me ligj të posaçëm. Nga ana tjetër, kryeministri legjitimohet në këtë gjykim si organi i cili po vendoset në kushtet që e detyrojnë të zëvendësojë një antar të qeverisë së tij. Është e kuptueshme se pezullimi e detyron kryeministrin që të propozojë shkarkimin e ministrit aktual dhe emërimin e një ministri të ri, në mënyrë që të vijojë funksionimi normal i ministrisë përkatëse dhe që të mund të merren vendime nga Këshilli i Ministrave në fushën përkatëse. Në këto kushte nuk mund të mohohet se masa e sigurimit penal sjell pasoja në veprimtarinë e Këshillit të Ministrave dhe të kryeministrit. Nëse këto pasoja janë të lejueshme nga kushtetuta ose jo, kjo pyetje i përket themelit të çështjes. Por nuk mund të mohohet interesi konkret kushtetues për vënien në lëvizje të këtij gjykimi dhe për të marrë përgjigje ndaj kësaj pyetje. Për këtë gjykim kushtetues nuk ka asnjë rëndësi fakti që Këshilli i Ministrave dhe Kryeministri nuk janë palë në procesin penal, sepse legitimiteti kushtetues buron nga pasoja që sjell masa e sigurimit tek veprimtaria e Këshillit të Ministrave dhe e Kryeministrit, jo nga të drejtat e të pandehurit në procedimin penal. Së dyti, për sa i përket pretendimit se duhet të shtërrohen shkallët e gjykimit për masën e sigurimit, kjo vlen vetëm për ankimin individual që bën personi subjekti masës, ndërsa është çështje tjetër ankimi që bën Këshilli i Ministrave dhe Kryeministri për kompetenca që u cënohen atyre nga kjo masë. Për këtë nuk ka asnjë detyrim për t'u drejtuar shkallëve të tjera të gjyqësorit, sepse gjykimi i mosmarrveshjes së kompetencës është në jurisdiksionin e gjykatës kushtetuese sipas ligjit 131 shkronja C Kushtetutës. SPAK ka pretenduar se është vetë gjykata penale ose gjykata më e lartë që vlerëson kufijtë e jurisdiksionit dhe kompetencës të saj. Edhe nëse marrim në konsiderat për një moment të pretendim, Këshilli i Ministrave dhe Kryeministri nuk kanë asnjë mundësi dhe mjet procedural për t'ia parashtruar gjykatës penale këtë tejkalim të jurisdiksionit dhe kompetencave të saj, sepse nuk janë palë në procesin e masës së sigurimit, sikurse e ka vënë në dukje vetë. Mjeti vetëm procedural në dispozicion është ankimi kushtetues për zgjidhjen e mosmarrveshjes së kompetencës ndërmjet pushteteve, për gjykimin e cilit ka jurisdiksion vetëm gjykata kushtetuese. Për ta bërë më qartë argumentin ton, sjellim një shembull tjetër hipotetik ndryshëm nga aktuali.
Supozojmë se GKK do të kishte urdhëruar masën e arrestit në burg për një deputet, pa u marrë më parë autorizimi nga kuvendi. Kuvendi që do të ishte cënuar në kompetencën e tij kushtetuese për të dhënë autorizimin e arrestit. A do duhet priste sa të përfundonte gjykimi i ankimit të deputetit në gjitha shkallët e gjyqësorit? Ashtu si kuvendi nuk ka detyrim të presë ankimin individual deputetit, edhe Këshilli i Ministrave dhe kryeministri që cënon në veprimtarinë dhe drejtën propozuese të tyre nuk kanë asnjë detyrim për të pritur shqyrtimin e ankimit individual të panderit në gjitha shkallët gjyqësore. Çdo pretendim i kundërt është alogjik. Në lidhje me themelin e kërkesës, vlerësojmë se GKK dhe asnjë gjykatë tjetër nuk lejohen nga kushtetuta që ta vendosin Këshillin e Ministrave dhe kryeministrin në situatën që përshkruam. Pushteti gjyqësor nuk ka të drejtë që në mënyrë të njëanshme të shkaktojë pezullimin e një dege të ekzekutivit, thjesht nëpërmjet një mase sigurimi. Në rast se gjykata vlerëson që nevoja e sigurimit të individit është tillë që i bën të pashmangshme këto pasojë në detyrën e tij kryeministri, atëherë nuk mund ta vendos masën e sigurimit në mënyrë të njëanshme pa marrë autorizimin nga kuvendi. Ky është një standard kushtetues për çdo masë sigurimi që pengon ushtrimin e detyrës së ministrit bazuar në nenet 73.2 dhe 103.3 Kushtetutës. Sqarojmë konkretisht arsyet pse vlerësojmë se nuk është e lejuar kjo masë. Së pari, ndalimi për të vendosur pezullimin e ushtrimit të një detyre a shërbimi publik, sipas pikës 2 të nenit 242 të Kodit Procedurës Penale, e ka burimin në normat kushtetuese. Fillimisht nga neni 22 i ligjit për dispozitat kryesore kushtetuese, të vitit 1991 dhe më pas nga neni 73.2 Kushtetutës së sotme. Neni 22 i dispozitave kryesore kushtetuese parashikonte ndër të tjera. Deputeti i Kuvendit Popullor gëzon imunitet. Deputeti nuk mund të pengohet në ushtrimin e detyrave të tij, si dhe në sigurimin e të dhënave që nuk përbëjnë sekret shtetëror. Deputeti nuk mund të kontrollohet, të ndalohet, të arrestohet ose të ndiqet penalisht pa pëlqimin e Kuvendit Popullor. Neni 73.2 i Kushtetutës parashikon se deputeti nuk mund të arrestohet ose të hiqet liria në çfarëdo lloj forme apo ndaj tij të ushtrohet kontroll personal ose i banesës pa autorizimin e kuvendit. Nga përmbajtja e dispozitës së mësipërme, si dhe nga jurisprudenca e gjykatës kushtetuese, përkatësisht vendimi nr. 81/2024, është e qartë se autorizimi i kuvendit kërkohet jo vetëm për ato masa sigurimi personal që i kufizojnë lirinë personale deputetit, jo për masa të tjera. Në këtë moment lind vetë pyetja, çfarë mbron imuniteti i deputetit? A synon të mbrojë lirinë e këtij të fundit si qëllim në vetvete, apo detyrën që ai kryen si deputet? Imuniteti nuk ka si qëllim final vetë lirinë e deputetit, por e përdor këtë si mjet për të arritur një synim tjetër fundor, mbrojtjen e detyrës së deputetit. Sepse liria personale e deputetit është premisë e domosdoshme që ai të mund të ushtrojë këtë detyrë. Në të kundërt, nuk do të kishte asnjë arsye pse kushtetuta ta mbronte lirinë personale të tij sipas nenit 73.2 dhe ai do të trajtohej për efekt procedimit penal si çdo subjekt tjetër i procedimit penal. Edhe vetë gjykata kushtetuese në vendimin nr. 81 të vitit 2024 ka mbajtur pikërisht qëndrimin se autorizimi nga kuvendi është i nevojshëm për arrestin në burg dhe arrestin në shtëpi, për arsye se këto masa, duke hequr lirinë personale e deputetit, ja bëjnë të pamundur atij ushtrimin e detyrës. Qëllimi i imunitetit sipas pikës 2 të nenit 73 është e drejta e deputetit për ushtrimin e detyrës parlamentare të tij. Në vijim të njëjtit arsyetim, pengimi i ushtrimit të detyrës nëpërmjet arrestit në burg apo në shtëpi bazohet me një pezullim de facto të deputetit nga detyra. Përderisa kushtetuta nuk lejon që të miratohet asnjë akt që të sjellë de facto pasojën e pezullimit të deputetit, pa miratimin paraprak të kuvendit, aq më pak nuk mund të lejojë miratimin e një akti që ta pezullojë de jure deputetit. Për këtë arsye, ndalimi për të vendosur masën e pezullimit të ushtrimit të një detyre a shërbimi publik që përmban pika 2 e nenit 242 të Kodit Procedurës Penale, në fakt buron nga vetë neni 73.2 e Kushtetutës. Nuk kemi të bëjmë thjesht me një garanci ligjore të Kodit Procedurës Penale, por me një garanci kushtetuese, e cila është pjesë e kuptimit, frymës dhe qëllimit të nenit 73.2 të Kushtetutës. Nisur nga ky fakt, të njëjtin garanci e gëzon automatikisht edhe antari i Këshillit të Ministrave, për shkak të pikës 3 të nenit 103 të Kushtetutës, e cila parashikon se antarët e Këshillit të Ministrave gëzojnë imunitetin e deputetit.
SPA ka pretenduar se një 103.3 e Kushtetutës nuk krijon status strikt kushtetues për funksionin ekzekutiv të ministrit, por kufizot në përcaktimin e imunitetit vetëm për detyra përfaqësuese të ministrit dhe se ministri nuk ka imunitet ndaj masave procedurale penale. Konstatojmë se SPA nuk ka zbatuar jurisprudencën e gjykatës kushtetuese, e cila me vendimin e saj numër 38 datë 23/6/2000 ka sqaruar përfundimisht se edhe ministri që nuk është deputet ka të njëjtin imunitet si deputeti dhe barazohet në trajtim me të. Autorizimi nga kuvendi është i nevojshëm edhe për ministrin jo deputet. Në lidhje me kufizimet e kompetencës së GKO-s në masat e sigurimit që prekin mandatin e ministrit, deputetit apo funksionarëve të lartë kushtetues të tjerë, duhet përmendim edhe një aspekt substancial që ka të bëjë me statusin e antarit të Këshillit të Ministrave, ku përfshihen kryeministri, ministri dhe zëvendës kryeministri. Këta nuk janë organe administrative të zakonshme, por organe kushtetuese. Emrimi dhe shkarkimi i këtyre organeve, duke qenë i rregulluar nga dispozitat kushtetuese, përbën çështje të së drejtës kushtetuese, jo të drejtës administrative. Përpasoj, ky mandat nuk mund të pengohet nga asnjë akt i njëanshëm i një pushteti tjetër, por vetëm në raste dhe mënyrën e përcaktuar nga vetë kushtetuta. Përndryshe, prishet balanca ndërmjet pushteteve. Mjafton përmendim vetëm faktin që nuk ka asnjë parashikim pezullimi për ministrin në kushtetut për të treguar se pezullimi i ministrit nuk mund të kryhet. Nëse kushtetutbërësi do të synonte të kundërtën, do ta kishte shprehur atë drejt për drejt sikurse ka bërë edhe për funksionarë të tjerë, si për shembull për antarin e gjykatës kushtetuese, gjyqtarët, antarin e KLG-s, inspektorin e lartë të drejtësisë, prokurorin e përgjithshëm, prokurorët dhe antarët e KLP-s. Madje edhe për këta funksionar, kur shkaku i pezullimit lidhet me procedimin penal, sërish kushtetuta nuk ja ka dhënë gjykatës jurisdiksionit zakonshëm kompetencën për të vendosur pezullimin, por organit që mbron në detyrë funksionarin ose organit në cilin ai është antar. GKO-ja ka jurisdiksion për gjykuar veprën penale që akuzohet se ka kryer individi, i cili ushtron një nga funksionet kushtetuese, por ka kompetencë të kufizuar për dhënë masa sigurimi që ndikojnë mbi mandatin e tij. Për të kuptuar nëse mund vendoset ose jo masa ndaluese e pezullimit të ushtrimit detyrës publike, nuk është përcaktuar vetëm fakti nëse funksionari publik është i zgjedhur sipas ligjit elektoral apo jo, siç e bën ndarjen në 242.2 Kodit Procedurës Penale. Kriteri themelor për të identifikuar nëse kjo mas mund të jepet ose jo, është fakti nëse funksioni që ushtron individi që po procedohet penalisht është funksion kushtetues ose jo. Nëse është i tillë, asnjë akt i njëanshëm i pushtetit gjyqësor nuk mund ta cënojë shtrimin e detyrës së tij, përsa kohë që individi nuk është gjykuar ende me vendim të formës së prerë. Nëse nevoja e sigurimit e dikton që ai të mos ushtrojë më atë detyrë gjatë procedimit, atëherë duhet patjetër të shprehet për pezullimin një nga këto organe, ose organi kushtetues që e kanë kompetencë ta vendosë pezullimin sipas kushtetutës, ose organi që kushtetuta ka parashikuar se duhet t'jap autorizimin e posaçëm për masat e sigurimit që pengojnë ushtrimin e detyrës. Në rastin konkret, kuvendi është organi që ka kompetencë të jap autorizimin për masat e sigurimit që pengojnë detyrën e ministrit, bazuar në 73.2 dhe 103.3 e Kushtetutës, si dhe në vendimet nr. 38 vitit 2000 dhe nr. 81/2024 gjykatës kushtetuese. Vendimi i njëanshëm i pezullimit që është marrë për zëvendës kryeministrin dhe ministri i infrastrukturës dhe energjisë, haptazi nuk e përmbush këtë standard kushtetues dhe cënon parimin e ndarjes dhe balancimit pushteteve. Në mbështetje të gjitha argumenteve të parashtruara, arrim në konkluzionin se vendimet nr. 118 datë 19/11/2025 dhe nr. 120 datë 22/11/2025 të GKO-s për pjesën që kanë disponuar respektivisht vendosjen e masës ndaluese të pezullimit të ushtrimit të detyrës së zëvendës kryeministrit dhe ministër infrastrukturës dhe energjisë, si dhe vazhdimin e zbatimit të kësaj mase, janë vendime të nxjerrura në kundërshtim me Kushtetutën dhe me jurisprudencën e gjykatës kushtetuese. Në këto kushte kërkojmë nga gjykata shfuqizimin pjesërisht të këtyre vendimeve, si dhe pranimin e kërkesës sipas objektit. Faleminderit. Faleminderit. Për shkak të pretendimeve të përbashkëta, do të vazhdojmë me paraqitjen e parashtrimeve nga subjekti interesuar Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, e mëtej do të vazhdojmë me pyetjet si për kërkuesin dhe si për subjektin e interesuar.